Faleminderit. Atëherë, mua më ke këtu edhe si Ministër Ekonomie natyrisht, po edhe si Ministër Inovacioni, se i mbulojmë në një dikaster, për të folur hapur, për probleme, për disa risi që ne kemi si politika, si vjetë në plan juve, probleme që kemi në prodhim, me njerëz, me forcat punëtore, me legislacionin, si ju folë hapur. Neve do më thënë, gjithë e curia, punës tonë, ka njësë para 13 vjetëve, do më thënë, që kur u ndërmërë ligji parë që do hishte qesja plastikës, do më thënë, dhe rregullat e reja për ambalazhimin dhe për peshën bajtëse, gjithë, do më thënë, aktualisht, do më thënë, neve, për materialin, likimin e saj në ambientet. Në ambientet gjitha. Duke u forcu ligji dhe ne duke ardhur, duke investu dita ditës, do më thënë, pavarësisht. Jeni nga Baqari, do më thënë, familja këtu, pse këtu apo këtu kryuan mundësit? Ne jemi nga Tirana, por në Baqar kemi 4 vjetë që kemi ardhur, do më thënë. Gjithë investimi është i joni, nuk është i... Po mirë, vend strategjik, rruga po bëhet, jeni në shumë shpejt edhe lidhja rruga e Kasharit do lidhet, jeni afër zonës ekonomike TEDA, që do ketë shumë ndërmarrje, teknologjie, prodhimi, robotike, automotivi, po ndoshta do lidhi dhe puna me tajnë shumë afër. Neve na lidh si me industritë përpunuese, na lidh puna, domethënë sepse dhe ato kërkojnë ambalazh nga ana jonë. Po këtu ka dhe ambalazh që lidhet ose po themi produkt që lidhet me konsumin deri me ushqimin. Me ushqimin patjetër, domethënë me industrinë si mobilerit, si pjesët çdo gjë që lidhet me neve kryesisht domethënë bazën kryesore kemi lënë e parë letrën për sidomos për pjesën ushqimore. Domethënë këtu nis procesi i parë, fillon prerja, sistemimi, përpunimi, ndërkohë seleksionohet ose do shkoj për eksport ose do rri për tregun vendas. Ke porosi dhe jashtë, ke edhe në Amerikë, në Egjipt, në Algjeri, Turqi. Del kosto që ta çoj deri aq larg. Domethënë. Dhe prapë të fitosh diçka dhe ti je konkurrues. Patjetër. Domethënë pa rritë me shit tregun turk, do të thotë që je konkurrues. Je konkurrues në treg. Domethënë ne gjithë lëndën e parë kemi europiane, të certifikuar, jo as kineze, as turke, as llojëre. Domethënë gjitha është Finland, Holland, Belgjik, Gjermani. Cilat janë problemet që përballesh më shumë që të mundojnë? Neve i vetmi çështje që neve na mundon shumë domethënë në pjesën e sajt është pjesa është sezoni kur ligji fillon dhe zbatohet dhe pastaj zbehet. Dhe pastaj çedon ligji. Dhe pastaj të tjerët vazhdojnë pas standardet del mallra. Ne thjesht domethënë kemi gjithë problematinë e ligjit. Zbatimin e ligjit. Pra, domethënë zbatimi i ligjit, ndalimi i plotit qesëve që janë të dëmshme për ambientin, dhe po që doj ligji dhe standardet në treg, ju e pësoni këtu, ju e paguani këtu. Domethënë neve aktualisht kemi rreth 76 punonjës, domethënë kemi qenë 100, po nga mos zbatimi i ligjit. Okej, mua bën mirë ta dëgjoj direkt, sepse punojnë edhe konsumatorët dhe tregun, inspektojmë tregun, me 2 inspektorat edhe për punën dhe për tregun, që ka shumë rëndësi ta dëgjoj, natyrisht ka dhe shumë institucione tjera të përfshira, por është shumë e rëndësishme që ma thua. Prandaj jemi këtu. Andaj kanë gjithë më shumë zhurmë, nuk e di a gjëzojmë dot ne, po të paktën për ta parë. Po të bëjmë dëmë. Jo, as i lloj dëmë. Po këto janë... Domethënë, gjithë domethënë, këto është procesi nga siç vjen përpunimi i lëndës parë, del në pjesën e printimit, ngjitjes dhe palosjes. Dhe këtu ka çdo gjë, dhe ato kur bëjmë dhurata për vitëri, ato letrat e holla brenda gjithçka. Domethënë, ja, i fike makineriti, po filloj breshi. Domethënë, kjo është për një subjekt furbuka.
Shumë materialimi, shumë. Do thënë, ne nuk punojmë dot as lëndë të riciklueshme. Dhe ky është një material I cili ta zëmseran tokë, ky nuk dëmton se ky për momentin nuk duhet hedhur në tokë. Për momentin që laget kjo, për 40 ditë kjo fshihet. Vetë azgjësohet. Okej, nuk do hedhim asgjë në tokë, t'ja themi të gjithëve, po ideja është që kjo nuk dëmton ambientin. Jo, nuk absolutisht. Do të thënë, është ekologjike, kjo dhe mund të riciklohet. Do të thënë, gjithë teknologjinë e kena nga viti 2014 e sipër. Do të thënë, çdo vit ne investojmë nga një makineri deri në 2 makineri të reja. Bravo. Dani duket si një punishte, të themi që ti e ke është më shumë pasion. Një përmase që ti e ke në kontroll. Patjetër. Duket gati si artizanat në sa drejtime, po kjo është edhe pak artizanat, se pas edhe dizajn, ke edhe një atelier, besoj që Patjetër, kemi dizajnerat, domethënë, është një ekip shumë I madh derisa dali ke nuk janë pak 100 punëtorë, 100 punëtorë janë po të përdorësh teknologji të reja, inovacion. Ndihemi, domethënë, në mendime edhe për zhvillim dhe më të tejshëm, domethënë, pasi aktualisht neve duam të mbledhim se kemi edhe 2 linja tjera prodhimi, si të kartopicetës edhe të kartonit, domethënë do t'i mbledhim gjitha në një ambient. E dini besoj që po të keni këtu afër ose nuk e dia ku të volit, po të keni kapanone shtetërore, toka publike, toka të papërdora, struktura të papërdora shtetërore, në një plan biznesi mund t'i kërkoni për 1 euro. Pra, I keni këto të drejta, mos I harroni, mund të aplikoni, mund të rindërtoni vetë kapanonin, po mund të merrni me një vlerë shumë të ulët, simbolike, në qoftë se e një reinveston, ke të drejtë edhe ta privatizosh ose ta blesh edhe truallin dhe objektin me një përqindje të kalimit të investimit mbi vlerën asaj që merr, dhe e ke si për variantin me 5 vjet, si për me një herë nëse bën investimin. Shikojeni mirë, informoheni se keni të drejta. Nuk janë që këto bëhen për ca e s'bëhen për ca. Ta na thoni, unë jam këtu edhe për këtë pjesë, ka plot asete shtetërore të papërdorura, të cilat do ishin më mirë. Ne, domethënë, kjo ka qenë një objekt I ndërtuar I 64-s. Domethënë, ish polaria e Vaçarve. Po. Neve arritëm domethënë blemë. Trullin, blemë dhe kapanonet ekzistuese nëpërmjet pronarëve dhe arritëm I rindërtuam nga e para çdo lloj gjoje. Po që se zhvilloheni më shumë dhe ju duhet mos hezitoni. Ne gjatë gjithë kohës në ministrinë tonë janë dhe asete publike dhe privatizimi dhe qiraja dhe amfiteoza e këto që na thoni. Faleminderit. Tu kemi po prap pjesë tjetër të linja e vjetër e quajmë neve e prodhimit. Me këtë e kena nis, kena dalë ke e reja. Ka të ambienti ka dritë shumë madh. Si të që ka porësi, po patjetër. Domethënë, kemi mundu që të hecim domethënë gjatë gjithë kohës të investojmë. Okej, me cikletet e punës vedha patjetër se ne këtu ka zhurmë ndoshta duke dalë atje themi, po punojmë që vitin që vjen ta nisim edhe me ndoshta të qenë shtator në bashkitë kryesore të qartë, pra Tirana për shembull. Bashkia Tiranë, ku neve na kap në zonë, të garantojmë që fëmija në shkollë mos dalin orën 12:30, të dalin në 4:30 dhe do paguajmë për gjithë pjesën pas mësimore dhe për ushqimin, bashkëpunim me bashkinë, pra Ministria e Arsimit dhe Bashkia, duam të heqim në transportin publik për shkollat publike, pra transportin e shkollave me mjetet publike, ta zgjasim 4:30 që gjithë nënat e kush është indikuar nga fëmijët të mos ketë problemin e marrjes në orën 12:30. Ajo të jetë nga gjë. Na e kanë thënë në shumë vende këtë dhe prandaj duam ta bëjmë tani. Edhe kështu do I keni pak më shumë, do të shumë më motivuar më shumë. Patjetër, domethënë ajo neve mundohemi që gjithë nënave domethënë që kanë fëmijë ti lejmë atë pjesën e orarit të tikim një çik më përpara pasi kanë ato. Kjo do zgjidhet në favor të tregut punës edhe të prodhimit
edhe të të ardhurave që ato duhet marrin. Po përgjithsisht shoh të letën e hollë, Po, ata e kontrollojnë. Ato e kontrollojnë mos ka defekt, mos për shembull, ajo ka dalë me defekt gjatë transportit e riparon atë pjesën që mos shkoj do me gjitha, riparon atë pjesën pastaj kalon, për shembull, ja ku është pjesa që është e dëmtuar, ai e nxjerr Për të bërë një gjë më të vogël. Më të vogël, një diçka që mos më çu dëm. Po ku i merr si import? Në Holland. Në Holland. Po kemi një magazin atje në Holland. Domethënë atje Holanda në përgjithësi është magazina e gjithë Europës. Atje kemi një magazin tonën, domethënë që e mbledhim nga shumë fabrika dhe e bim për punimin këtu. Gjithë çka është bërë për pjesë kosto që sepse Shqipëria ka kosto më të ulët për punime. Dhe detyrimisht mirë, nuk kam ti më the ca gjëra për problemet e tua. Ne kemi shumë ndërmend si vjet për edhe vitin që vjen natyrisht kemi shumë ndërmend për nxitjen e prodhimit dhe përpunimit të nën produkteve në Shqipëri, se kemi një treg shumë të varfër me produktet shqiptare, na duhet ta mbajmë me produktet shqiptare që prodhohen këtu. Të paktën nëse lëndaj parkën nga jashtë, për produktet që mund të lënë një pjesë të mirë të lekut në vendin tonë. Kemi shumë turist, kemi shumë konsum, por kemi shumë mall i cili importohet nga fillimi në fund, pa lënë asnjë lek në vendin tonë. Kështu që do duhet bëjmë më shumë për këtë gjë. Prandaj edhe duhet takohemi e duhet flasim. Pra do jenë vitet e industrisë letë shqiptare, do jenë vitet e mbajtjes së lekut nga turizmi këtu. Do të bëjmë shumë për të ndihmuar për aftësimin e punonjësve, ke programe që mund na thuash. Nëse ti ke punonjës të ri, nëse i merr nga programi AKPS, paguajmë një pjesë të sigurimeve, ka shumë programe, ka shumë rëndësi informacion. Nuk kemi shumë informacion me thonë drejtën. Po duhet merrni informacion, duhet merrni edhe ne duhet t'ju japim. Po ka programe që ndihmojnë. Ndonjëherë të shkon mendja, për shembull mund marrësh ta zëm do të blesh, ne kemi një program tjetër me Kooperacioni Italian, ku merr me kredi fikse, shumë të ulët, ndoshta 3% me sa jam informuar deri tani, deri në 500.000 euro. Do një vlerë të rëndësishme që ti e ke me kredi biznesi fikse, që të ndihmon për një blerje në nivelin e teknologjisë. Kushti është të jenë për shembull po themi teknologji italiane, sepse ky është programi. Po thoj domethënë gjithë teknologjinë e kena gjermane, italiane, turke. Pra, diku aty, diku tjetër se kredit shkojnë shumë lart. Patjetër. Po e merr pa një ndihmë për biznesin. Do të ketë garantuar nga Ministria që drejtojmë me programin që kemi. Pra na thoni për programet që duhet informoheni. Ne do të bëjmë shumë, por ju duhet informoheni më shumë. Ti ke durët më të lira për patjetër, domethënë neve gjatë gjithë kohës shkojmë ke pjesa e investimit se mundohemi domethënë çdo të ardhur ta kthejmë në investim. Tash e kemi nisë me një makineri para 13 vjetëve, sot kemi rreth 40 makineri. Dhe jemi mundu domethënë që gjatë gjithë kohës të ecim përpara dhe vetëm përpara.